Megjithse në moshën 98 vjeçare, ajo vazhdon të ushtrojë profesionin e rrobaqepses në shtëpinë e saj. Mirpomeni Kuvarati, ose Meni Meç, siç e flasin akoma edhe sot në fshatin e saj, ka ushtruar profesionin që kur ishte fëmijë. Ka nostalgji për vendlinjen e saj, fshatin Dervician në Dropull, por prej shumë dekadash banon në qytetin e Gjirokastës. Kujton me dhimbje babain e saj në hotel që ka shërbyer në Delvin, por edhe si bankier në Greqi dhe në Prizren gjatë luftës së dytë botërore. Fliste 7 gjuhë të huaja duke përfunduar në burgun e Beratit, fill pas lirimit të vendit. Sa jam gjallë, do punojnë ditë e natë, nuk e lëm zanatin, nuk mund të rri pa punuar. Të fundit i kam qepur vajzës të madhe e Valit, i kam qepur një bluzë. Do qepni akoma? Do qep sa të mirë si do qep. Nuk mund të rri pa punë, pa qepur. E kam mësuar vetë, nuk kam para as mesi që të më tregoj njeri. Kisha talent. Në fillim qepja fëmijëve të vegjël, jo fustane, jo këto, pastaj vetëm e vazhdova dhe qepja akoma jo vetëm fustane dhe kështu, po dhe kostume dhe zaketa dhe të tëra. Edhe i kam shkuar të tëra rrobaqepset që kanë vatur dhe në shkollë, edhe ato që të ilun që dhe qep nuk dinë të tjerët. Ishte fëmija e dytë e familjes me 6 vajzat e 2 djem, ku motra e saj e mbush 100 vjeç dhe sot jeton në Amerikë. Gjyshe Meni asnjëherë nuk haron të festojë dhe të hedhë valle çdo 8 mars me gratë e Dropullit.